Një automjet është rrëzuar në Gremin në Tepelen teksa udhëtonte në një terren malor ku përpasoj është plagosur drejtuesi i tij. Ngjarja është regjistruar në aksin rrugor Gusmar-Nivic, ku makina ka dalë nga rruga dhe është rrëzuar nga lartësia në një terren të vështirë për të përfunduar rreth një masivi shkëmbor. Në vendngjarje kanë mbritur strukturat e emergjencës, të cilat kanë punuar për nxjerrjen e personit të lënduar që ndodhej ende në automjet. Si rezultati i ndërhyrjes profesionale, u sigurua nxjerrja dhe transportimi i personit të aksidentuar drejt spitalit për marrjen e ndihmës mjekësore. Sipas të dhënave paraprake, personi ndodhet jashtë rrezikut për jetën. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.